Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në Santiago Bernabeu, ku ndoqi ndeshjen mes Real Madrid dhe Villarreal, e mbyllur me fitoren 3-1 të madrilenëve. Gjatë qëndrimit në stadium Rama u pakra presidentit Real Madrid, Florentino Perez. Ky takim shënon një hap përpara në drejtim të një marrëveshjeje të rëndësishme që pritet të arrihet mes klubit spanjoll dhe palës shqiptare. Sipas deklaratave të mëparshme të administratorit të flamurtarit Sinan Idrisi, Real Madrid pritet të investojë rreth 20 milion euro në këtë projekt. Marrëveshja parashikohet të ketë lidhje të drejtë për drejtë me klubin Vronjat. Një pjesë e bashkëpunimit pritet të përfshijë ngritjen e shkollave të futbollit në Shqipëri.